Prokurori publik republikan Ljupço Koçevski, para fillimit të seancës së Këshillit të Prokurorëve, informoi se prokurorët publik që po punojnë në hetimin e tragjedisë së zjarrit në Koçan, aktualisht po marrin në pyetje dëshmitar dhe palë të dëmtuara që dinë diçka për ngjarjen, ndërkohë që po koordinohen edhe me ekspert në lidhje me hetimin. I pyetur se nëse hetimi për oficerët që ishin të pranishëm atë natë do të zgjerohej, Koçevski tha se derisa të përfundojë hetimi, një zgjerim i mundshëm është i mundur, por shtoi se kjo varet nga provat dhe nga ajo që do të ofrojnë prokurorët publik. Prokuroria publike për krimin e organizuar ka një procedurë për 14 ose 15 persona, për të cilët nuk janë përcaktuar masa paraburgimi. Deri më tani nuk ka pasur selektivitet dhe nuk do të ketë as në të ardhmen. Hetimi është në një fazë jashtëzakonisht e rëndësishme tani, prandaj nuk mund të ndaj informacione më të detajuara në lidhje me hetimet në vazhdim. Nën kuriozitetin sa do të ishte e mundur të zgjatej procedura, duke pasur parasysh se ky është një hetim i gjerë me një numër të madh të dyshuarish, Koçevski tha se sipas mendimit të tij, procedura nuk do të zgjatet, duke marrë parasysh dinamikën aktuale të prokurorëve publik. Ndërkaq, i pyetur nëse po përballet me ndonjë presion në lidhje me mënyrën se si është zhvilluar hetimi, duke marrë parasysh faktin se partia në pushtet më parë kishte ndërmend të niste procedurat për shkarkimin e tij, Koçevski tha se që nga fillimi i hetimit ai nuk është përballur me ndonjë presion apo kërcënim të mundshëm.